përmes qytetit. Fakti që nuk reagon askush, Romiri. Askush, nuk ka përgjegjësi askush. Në qoftë se do t'i vendosja një titull si gazetar, do t'i vendosja titullin që ky zjarr është i qëllimshëm dhe po vriten qytetarët e Elbasanit për të shpëtuar kokën e Edi Ramës. Pra është vrasje e qëllimshme. Është vrasje e qëllimshme e qytetarëve të Elbasanit për të shpëtuar Edi Ramën nga përgjegjësia tek ajo vepër e pastër kriminale. Pse e them këtë? E nise me shpalljen e gjendjes emergjencore. Ishte investimi i parë, projekti ishte diku te 22 milion euro. Sot flasim për një faturë 42 milion euro. Pra jemi dy fish. Për faturën 22 milion euro, SPAK hetoi deri diku, çoi pas hekurave një ish-ministër se dha lejen mjedisore dhe bërja dy shkelje të vogla kishte bërë murjen rrethues, një ish deputet që ka qenë sekretari i përgjithshëm, i cili edhe ai kishte hedhur një firmë, anëtarët e komisionit për shkelje procedurale sepse morën këta projektin që më pas e firmosi Edi Rama. Edhe u mbyll historia 22 milion euro për SPAK. Por nuk i shkojnë në gjenezë, sepse këto për gjithë afera dhe krimi për cilën në hetoi SPAK-u ishte diku te 2 apo 3 milion euro. Por nuk hetoi për projektin 22 milion euro. Projekti 22 milion euro është vepër e drejtë për drejtë e Edi Ramës. Jo vetëm që e ka firmosur, e ka ndërtuar, e ka bërë, por e ka mbrojtur edhe në të gjitha rastet kur aty konsumohej një krim. Sa herë konsumohej një krim dilte Edi Rama që thoshte. Romiri, që të vazhdosh analizën tuaj ke, të lutem ta dëgjojmë pak se je duke thënë, po dua të ndihmoj. Do dëgjojmë veprat penale të Edi Ramës. Dëgjoj, si ka dalë për zot vetë Edi Rama kësaj gjë. Kto që po thot Romiri, le ta dëgjojmë. Më ndihmoni me njëshin?